Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Kryeministri i vendit Edi Rama i ka përcjell presidentit amerikan Donald Trump përgjigjen e ftesës së tij për të marrë pjesë në bordin e paqes për Gazën. Rama konsideron privilegj dhe nder që të shpreh gatishmërinë e plotë për të kontribuar në këtë përpjekje të rëndësishme. Kryeministri Edi Rama i ka përcjell presidentit Donald J. Trump përgjigjen e ftesës së tij për të marrë pjesë në bordin e paqes për Gazën. Në krye të letrës, kryeministri Rama falenderon presidentin amerikan për ftesën drejtuar personalisht për të qenë pjesë e bordit të paqes, si dhe për ftesën drejtuar Republikës së Shqipërisë për të shërbyer si anëtare themeluese. Sipas Ramës, në një kohë kur konfliktet dhe përçarja dominojnë shumë shpesh panoramën ndërkombëtare, paqja duhet të formosohet aktivisht, ajo të pritet pasivisht apo diskutohet pafundësisht në për forume politike, teksa rreth globit jetë të pafajshme humbasin kotësisht çdo minutë. Bordi i paqes shfaqet si mëshërimi i kësaj domosdoshmërie urgjente. Duke trajtuar njëkohësisht pasojat e menjëhershme të konflikteve dhe shkaqet më të thella strukturore që e prodhojnë paqëndrueshmërinë, kjo nismë ka potencialin të zhndërrohet në një model vërtet transformues të ndërtimit të paqes në nivel global. Duket qartë se për të qenë një organizatë e re ndërkombëtare, Bordi i Paqes nuk është konceptuar si një forum tjetër deklaratash, procedurash dhe përgjegjësisht të shtyra në kohë, por një instrument i përqendruar dhe qëllimplot i udhëheqjes dhe përgjegjësisë globale. Rama thekson se është njëkohësisht privilegj dhe nder të shpreh gatishmërinë e plot për të kontribuar në këtë përpjekje të rëndësishme dhe për të bërë tërësisht pjesë e një angazhimi të përbashkët që synon ta përkthejë vizionin në veprim. Në letër, kryeministri nënvizon se Republika e Shqipërisë ka qenë prej kohësh një aleate pa lëkundur e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e lidhur nga vlerat të përbashkëta, respekti ndërsjellë dhe një përkushtim i përbashkët ndaj lirisë, demokracisë dhe sigurisë ndërkombëtare. Sipas tij, populli shqiptar do ta kujtojë gjithmonë dhe do ta çmojë vazhdimisht rolin parimor dhe vendimtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, drejt vendosjes së paqes dhe stabilitetit në rajonin tonë në momente kritike të historisë sonë të përbashkët. Në këtë frym të qëndrueshme partneriteti, kryeministri Rama dëshiron të ritheksojë se Republika e Shqipërisë qëndron me vendosmëri përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të gjitha përpjekjet për promovimin e paqes, sigurisë dhe angazhimit konstruktiv global. Sipas Ramës, së shpejti ky angazhim do të përcjellet kuvendit të Shqipërisë për miratim. Shqipëria ka përgatitur një paketë të plotë me 12 nisma ligjore në mbylljen e negociatave me Bashkimin Evropian që synojnë forcimin e shtetit të së drejtës, transparencës dhe luftës kundër krimit. Ndërkohë, paketa përfshin gjithashtu ligje të reja për lobimin dhe donacionet. Në kuadër të përmbushjes së kushteve për mbylljen e negociatave të anëtarësimit me Bashkimin Evropian, Shqipëria ka përgatitur një paketë prej 12 nismash ligjore në fushën e shtetit të së drejtës dhe sundimit të ligjit, drejtësi sociale, krimit organizuar, reformës në drejtësi e të tjera. Kjo paketë prej 12 nismash ligjore ka në përmbajtje 6 projekt ligje që janë propozuar nga qeveria dhe 6 janë iniciuar nga kuvendi. Gjatë një konferencë për shtyp, kryenegociatorja Majlinda Dhuka u shpreh se për herë të parë do të dekriminalizohet shpifja ndaj gazetarëve. Për herë të parë, me anë të kësaj pakete, Shqipëria do të dekriminalizojë plotësisht veprën penale të shpifjes ndaj gazetarëve, duke rritur mbrojtjen ndaj gazetarëve në misionin e tyre të rëndësishëm për fjalën e lirë dhe për lirinë e shprehjes në Shqipëri, duke i garantuar në të njëjtën kohë një mbrojtje të re nga kanosja për shkak të detyrës. Një numër vendesh të Bashkimit Evropian e kanë ende të kriminalizuar shpifjen, përfshirë dhe gazetarët, për shkak se ekzistojnë edhe sfida të mëdha në lidhje me dezinformimin, sidomos në epokën digjitale në cilën jetojmë. Njërisi do të jetë edhe projekt ligje për lobimin dhe ai për sponsorizimet e donacionet, ku secili prej tyre parashikon ngritjen e një regjistri që do të garantojë më tepër transparencë për ata që ndërhyjnë në vendimarrjen politike. Njërisi tjetër e rëndësishme është që mbas shumë vitesh, më në fund Shqipëria do të ketë një ligj që rregullon aktivitetin e lobimit. Për të rregulluar me kujdes ndërhyrjet në vendimarrjen publike. Mbas rreth 31 vitesh, Shqipëria do të keqë një ligj të ri për donacionet dhe sponsorizimin. Ligji ekzistues për sponsorizimin është i vitit 1994, duke afruar praktikën
pranë praktikës dhe standardit evropian. Njëherësh do të krijohet një regjistër për lobimin, ku gazetarët, qytetarët të interesuarit kanë informacion, dhe njëkohësisht një regjistër për sponsorizimin dhe donacionet. Ligji për donacionet dhe sponsorizimet parashikon lehtësira fiskale për ato struktura që do të japin donacione për artin, kulturën dhe sportin. Brenda këtij viti do të shqyrtohen një numër i konsiderueshëm ligjesh në kuadër të anëtarësimit në BE, ndërsa në të 33 fusha do të punohet njëkohësisht. Sipas krye negociatores, në 2026 parashikohet të përgatiten 10 deri në 16 kapituj. Biznesi shqiptar e shikon integrimin në Bashkimin Evropian si një mundësi zhvillimi, por mungesa e informacionit dhe konsultimin me institucionet mbetet një nga pengesat kryesore. Anketa e Këshillit të Investimeve tregon pritshmëritë pozitive, por edhe sfida konkrete për sektorin privat. Biznesi në Shqipëri e sheh procesin e integrimit në Bashkimin Evropian si një mundësi zhvillimi, por përballet me mungesa të theksuara informacioni dhe pasiguri në zbatimin e reformave. Kështu rezulton nga anketa e fundit e Këshillit të Investimeve, fokusuar në perceptimin e bizneseve mbi integrimin evropian. Sipas të dhënave, bizneset raportojnë mungesë të dukshme informacioni mbi agjendën kombëtare të reformave dhe vetë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Informacioni sigurohet kryesisht nga interneti dhe media tradicionale, ndërsa pritet më shumë transparencë, komunikimi drejt për drejt dhe udhëzime konkrete nga institucionet shtetërore dhe nga projektet e Bashkimit Evropian. Kjo mungesë informacioni ndikon drejt për drejt në aftësinë e bizneseve për të planifikuar zhvillimin dhe për të përfituar nga reformat. Megjithatë, pritshmëritë mbeten pozitive. Bizneset presin përfitime nga një proces reformash më i konsoliduar përmes konsultimit gjithëpërfshirës në hartimin e politikave, përfitimeve direkte për sektorin privat dhe për shpejtimin e zbatimit të reformave, që do të cilin më shumë efikasitet dhe siguri ligjore. Sektorët më optimist ndaj integrimit janë industria, tregtia, bujqësia dhe transporti. Në nivel kompanie, integrimi në Bashkimin Evropian pritet të sjellë përmirësim të standardeve dhe cilësisë, rritje të konkurrencës së ndershme dhe qasje më të lehtë në tregjet evropiane. Megjithatë, vetëm 3 nga 10 kompanit presin rritje të menjëhershme të mundësive për eksport, ndërsa rreth 1 në 2 biznese parashikojnë zgjerim të aktivitetit pas integrimit. Nga ana tjetër, sfidat mbeten të shumta. Bizneset evidentojnë miratimin e ligjeve pa konsultim, burokracinë dhe procedurat administrative, taksat dhe legjislacionin fiskal, si dhe standardet e prodhimit që kërkojnë përshtatje për tregjet europiane. Këto barriera lidhen ngushtë me mungesën e informacionit dhe me perceptimin e pasigurisë ndaj reformave. Anketa tregon se për biznesin shqiptar, integrimi në BE mbetet një proces me potencial të lartë, por që kërkon transparencë, komunikim dhe përfshirje më të madhe për t'u kthyer në zhvillim konkret ekonomik. Nga ana tjetër, eksportuesit shqiptar shfaqen më optimist ndaj anëtarësimit në Bashkimin Evropian, por rritja e eksporteve mbetet e pasigurt për shkak të mungesës së informacionit, burokracisë dhe zbatimit të reformave pa konsultim, sipas anketës së fundit të Këshillit të Investimeve. Biznesi shqiptar ka pritshmëri pozitive nga agjenda kombëtare e reformave dhe procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian, por niveli i informimit mbetet i ulët. Këto janë gjetjet kryesore të anketës së Këshillit të Investimeve, që analizon perceptimin e kompanive mbi reformat dhe integrimin evropian. Sipas anketës, vetëm 33% e kompanive të intervistuara deklarojnë se kanë informacion të mjaftueshëm, shumë ose disi, mbi agjendën kombëtare të reformave. Bizneset që janë të informuara shprehen se zbatimi i saj në 3 vitet e ardhshme pritet të sjellë konsultim më gjithëpërfshirës dhe përfitime direkte për sektorin privat. Megjithatë, adoptimi i ligjeve pa konsultim mbetet sfida kryesore perceptuar në zbatimin e reformave. Në lidhje me anëtarësimin e Bashkimin Evropian, rreth 7 në 10 kompani e vlerësojnë këtë proces pozitiv ose shumë pozitiv. Më optimistët janë eksportuesit, bizneset me xhiro mbi 10 milion euro, si dhe sektorët e ndërtimit, bujqësisë dhe industrisë përpunuese. Bizneset presin që anëtarësimi të sjellë përmirësim të standardeve dhe cilësisë, rritje të konkurrencës të ndershme dhe qasje më të lehtë në tregjet e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, burokracia dhe procedurat administrative, taksat dhe legjislacioni fiskal, si dhe standardet e prodhimit, perceptohen si fushat ku përshtatja do të jetë më e vështirë. Sa i përket eksporteve,
vetëm 3 në 10 biznese presin rritje të mundësive eksportuese nga ndarësimi në Bashkimin Evropian, me industrinë, tregtinë dhe bujqësinë që shfaqen më optimiste. Ndërkohë, afro 50% e bizneseve deklarojnë se ka nevojë për më shumë informacion mbi integrimin dhe ndikimin e tij në aktivitetin e tyre. Burimet kryesore të informimit mbeten interneti dhe mediat tradicionale, ndërsa pritet një rol më aktiv nga institucionet shtetërore dhe nga projektet e Bashkimit Evropian. Anketa tregon se për gjysmën e bizneseve, antarësimi në BE shihet si një mundësi reale për rritje dhe zgjerim të aktivitetit, veçanërisht në industrinë përpunuese, bujqësi, pylltari, peshkim, si dhe në sektorin e transportit dhe magazinimit. Inflacioni vjetor në Shqipëri matur sipas metodës së Eurostat ka shënuar një rritje mesatare prej 2.3% për gjatë gjithë vitit 2025, duke u pozicionuar në të njëjtin nivel edhe me Gjermaninë. Gjithashtu inflacioni në Shqipëri është më i urti krahasuar me vendet e rajonit. Inflacioni vjetor në Shqipëri matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit shënoi një vlerë mesatare prej 2.3% gjatë vitit 2025, duke u pozicionuar në të njëjtin nivel me Gjermaninë dhe Çekinë dhe nën mesataren e Bashkimit Evropian, e cila vlerësohet në 2.5%. Në muajin dhjetor të vitit që lan pas, ndërkohë inflacioni vjetor në Shqipëri arriti në 2.2%, ndërsa ndryshimi mujor ishte 0.6%, i nxitur kryesisht nga rritja e çmimeve të ushqimeve dhe pijeve jo alkolike, si dhe pijeve alkolike e duhanit. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit dhe të Bashkimit Evropian, Shqipëria paraqet një normë inflacioni dukshëm më të ulët se Rumania me 6.8%, Estonia me 4.8%, Hungaria me 4.5%, Kroacia dhe Maqedonia e Veriut me 4.4%, si dhe Serbia e Malizi me 4.1%, ndërkohë inflacioni në Kosovë u regjistrua në 3.9%. Në nivel evropian, normat më të ulta të inflacionit u shënuan në Zvicër me 0.1%, Çipro me 0.8% dhe Francë me 0.9%. Ndërkohë sa i përket inflacionit të dhjetorit, rritja më e madhe e çmimeve prej 7.6% vlerësohet në grupin argëtim dhe kulturë, pasuar nga grupet mallra dhe shërbime të ndryshme me 2.6%, pije alkolike dhe duhan me 2.5% dhe mobilime pajisje shtëpie e mirëmbajtje me 2.3%. Çmimet u rritën po ashtu për shërbimin arsimor dhe hotele, kafene e restorante me 2.2% secili, ushqime dhe pije jo alkolike me 2.1%, qira me 1.4%, shëndeti me 1.1%, veshje dhe këpuc me 0.9% dhe komunikimi me 0.8%. Nga ana tjetër, çmimet e grupit transporti u ulën me 0.8%. Administrata tatimore ka bërë kontrole edhe në kompanitë e mëdha të tregut të shitjes së pasurive të paluajtshme në vendin tonë, sipas njoftimit nga tatimet nga kontrolli në 9 subjekte të mëdha imobiliare janë gjetur shkelje të shumta. Në zbatim të planit operacional në sektorin e ndërtimit, Drejtoria e Hetimit Tatimor, në bashkëpunim me Drejtorinë e Verifikimit dhe Koordinimit në terren, ka ushtruar kontrole në 9 subjekte, që ushtrojnë aktivitet si agjensi imobiliare. Kontrollet u fokusuan në verifikimin e deklarimit të pagave reale të punonjësve, regjistrimin e tyre në organin tatimor, realizimin e shitjeve, lëshimin e faturave të fiskalizuara, si dhe kryerjen e verifikimeve të tjera të nevojshme gjatë procesit të kontrollit. Kontrollet evidentuan shkelje të rënda, punonjës të padeklaruar, dokumentacion jo tatimor, mungesë transparence në çmime dhe mos respektim të detyrimeve ligjore për faturimin dhe fiskalizimin e shitjeve. Bazuar në provat e mbledhura, përfshirë intervistat dhe vetë deklarimet e punonjësve, strukturat e specializuara të administratës tatimore sekuestruan edhe njësi kompjuterike, me qëllim vijimin e hetimit të thelluar, dokumentimin e mëtejshëm të shkeljeve tatimore dhe referimin në organet përkatëse të drejtësisë. Nga informacioni i marrë në njësitë kompjuterike, rezulton se ka evazion tatimor në lidhje me çmimet e shitjeve të apartamenteve. Administrata tatimore bën me dije se aksioni i saponisur nuk është i përkohshëm. Ai do të vijojë me seriozitet dhe vendosmëri ndaj çdo subjekti që nuk reflekton pagat reale në listë pagesat e ardhshme, duke dëmtuar pensionet e punonjësve, konkurrencën e ndershme dhe interesin publik. Keqi mbetet i rëndësishëm në ekonominë shqiptare, por në përdorim ndryshe, ndërkohë që sipas të dhënave të përpunuara nga televizioni Skan për gjatë 5 viteve të fundit, rezulton se kartmonedhat 1.000 dhe 2.000 lekëshe përdoren më shpesh nga qytetarët shqiptarë. Çdo ditë shqiptarët paguajnë me kesh për kafe, ushqim apo shërbime të vogla.
por cila kartmonedh kalon më shpesh nga dora në dorë dhe cila mban peshën më të madhe të paras fizike në ekonomi. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se përgjigjja nuk është aq drejt për drejt sa duket dhe ndryshon në varësi të mënyrës se si matet përdorimi i paras cash. Nëse flasim për numrin e kartmonedhave në qarkullim, pra për prerjet që përdoren më shpesh në pagesat e përditshme, rezulton se më të pranishmet janë kartmonedhat 1.000 dhe 2.000 lek. Ato janë prerjet që qarkullojnë më shpesh në transaksionet e zakonshme të qytetarëve, në blerje të vogla dhe pagesa rutin. Por panorama ndryshon kur analiza bëhet në vlerë monetare. Sipas strukturës së keshit në qarkullim, kartmonedha që mban peshën më të madhe është ajo 5.000 lek, jo sepse përdoret më shpesh se prerjet e tjera, por sepse përfaqëson një vlerë më të lartë për njësi dhe përqendron një pjesë të konsiderueshme të paras fizike në ekonomi. Raportet e Bankës së Shqipërisë tregojnë se struktura e kartmonedhave ka ndryshuar gradualisht, por pa u përmbysur, pavarësisht goditjeve të forta si pandemia, rritja e inflacionit apo futja në qarkullim e kartmonedhës 10.000 lek. Edhe pas këtyre zhvillimeve, prerja 5.000 lek vijon të mbetet boshti kryesor i keshit në vlerë. Në të njëjtën kohë, numri total i kartmonedhave në qarkullim në Shqipëri ka mbetur relativisht i qëndrueshëm. Në 5 vitet e fundit, ai vlerësohet në rreth 150 deri në 160 milion cop, duke treguar se ndryshimet nuk po ndodhin në sasi, por në mënyrën e përdorimit të paras cash. Një nga arsyet kryesore lidhet me zhvendosjen graduale të pagesave të vogla drejt mjeteve elektronike. Prerjet e vogla si 200, 500 dhe 1.000 lek përdoren sot më pak se më parë, ndërsa kartat bankare dhe transfertat po zëvendësojnë keshin në pagesat e shpeshta, që shpjegon pse numri i kartmonedhave në qarkullim mbetet i qëndrueshëm, ndërsa roli i tyre në ekonomi po riformosohet. Një tjetër tendencë e evidentuar nga raportet është se kartmonedhat po jetojnë më gjatë. Ato zëvendësohen dhe azgjësohen më rrallë në raport me stokun total, një tregues se keshi po qarkullon më ngadalë dhe po mbahet më gjatë jashtë sistemit bankar. Të dhënat tregojnë se paraja cash në Shqipëri nuk po zhduket, por po ndryshon funksionin, nga një mjet i përditshëm pagese drejt një instrumenti ruajtje dhe sigurie financiare. Në fund të këtij edicioni u kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.